Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini sonte në emisionin ton në valët e radios Sibilat e Veriut. Me mua në panel është zonja Prenda Sejdia. Zonja Prenda, mirëmbrëma dhe mirë se vjen në emisionin e sontëm. Mirëmbrëma zoti Gzem, mirëmbrëma të dashur dëgjues të Radio Sibilave të Veriut, kudo që ndodheni anë man kombit, por jo vetëm. Është vërtet kënaqësi që në këtë fundjavë, që uroj që ta keni kaluar mirë gjithë secili prej jush, të kemi të ftuar në studio një mike time, tuajen dhe çdo shqiptari kudo që është. Do jetë ndërë kënaqësi për ne që i kemi në studio, por edhe për çdo dëgjues kudo që është. Po zoti Gzem? E ftuara në emisionin e sontëm është zonja Sajmira Pino, akademike. Zonja Sajmira, mirëmbrëma dhe mirë se vini në radion Sibilat e Veriut. Mirëmbrëma, nderuar miq, jeta është një kënaqësi e madhe për mua që të jem pjesë e këtij emisioni sot. Faleminderit që keni pranuar ftesën tonë. Mirëmbrëma dhe mirë se vjen. Për të përshëndetur të ftuarën në studio, por edhe ju miq kudo që jeni, kemi përgatitur një këngë, pse jem tosk e pse jem ngek. Dëgjim të këndshëm. Faleminderit zonja Prenda. Faleminderit zonja Prenda. Nikolli Predës që vërtet me këto vargjet kësaj kënge mbledh zemrat e shqiptarëve kudo që janë në mand globit. Faleminderit zonja Prenda.
Zonja Prenda, do të isha lutur për ju që a mund të na prezantoni një biografi të shkurtër për të ftuarën tonë, zonjën akademik? Në fakt, zonja Rapino do unë do them me tjarë për edhe për është për të tim krenë të kemi ose falë shpirtit gjërë që nuk është kushtyra asë një herë për të shërbyer atë dheut, në çdo skajtësaj, duke filluar me studentët në përshkolla, deri në fushën akademike, ishte zëvendës ministri e arsimit që mbahet mend nga mbar opinioni publik për gjithçka që ajo ka dhënë nga shpirti i saj i pasur, ishte e gjitha që unë e përfshiva në pak fjalë, sepse gjatë pyetjeve besoj që do të dalin bukës. Pra një akademike që ka marrë pjesë në simpoziume shkencore në shumë shtete të Europës, por edhe të botës, le ta dëgjojmë nga vetë sa e mira, gjithçka që thash të flasi vetë ajo për gjithë eksperjencat e saj, sepse mbi gjitha janë mesazhet të cilat i buhen, sidomos rinisë shqiptare që sot ka më shumë nevojë se kurrë. Unë do t'i them Sajmirës, kush është Sajmira për bu? Ju falenderoj, nderuar gazetar. Prenda, shumë falenderit për këtë paraqitje të shkurtër të emrit tim, le të themi. E ndjej që ka aty dhe një mbi vlerësinë, sado që ndihem e kënaqur, ndihem e nderuar për këtë gjë, sepse do them gjithmonë miqve të mi që mua në jetë më ka ecur në mënyrë të veçantë për miqësinë. Ka ardhur e tillë që unë kam në çdo fazë të jetës time miq të mrekullueshëm. Sigurisht që miqësia do ka të sakrificën e saj, duhet ta ushqesh miqësinë, por një gjë është e sigurt që miqësia ta bën jetën më cilësore. Dhe ja, ti tani me ftesën që më bëre mua këtu bashkë me zotin Gzim, më detyrove në një farë mënyre që unë të bëj një bilanc të jetës time, qoftë edhe kështu duke e menduar, që kush jam unë, çfarë kam bërë unë në këta 70 vjet e pak të jetës time. Them që nuk kam bërë asgjë më shumë se shumica e qytetarëve të Shqipërisë, Kosovës, e kudo që janë shqiptarët. Jam arsimuar, kam punuar me ndërgjegje vërtet, me dashuri për vendin, me respekt për njerëzit e mi, kudo që janë në veri, në jug, jashtë dheut, në emigracion. Se kështu ishte fati ynë, fati shqiptarëve të shpërndaheshim kudo edhe më herët, kurse sot mundohemi që ta justifikojmë që është edhe një prirje barbotërore kjo lëvizja, dhe na vjen mirë se kudo që vemi, atë që ju përmendët edhe në konferenca, ne gjithmonë gjejmë shqiptar, Shqipëria apo Kosove që na përshëndesin me dashuri, na njohin apo njohin miqtan e kështu me radhë. Unë kam bindur në Tiranë, kam mbaruar shkollën 8 vjeçare dhe dua ta përmend sepse shkolla është një ajo themeli që të drejton vërtet, të tregon të jetë të vendos ato shinat e para nga duhet të shkosh. Sigurisht që prapa apo aty të vë familja, po unë kam kaluar në vitet 60, filloi unë shkollën në Shqipëri dhe te shkolla Kongresi Përmetit, është 8 vjeçarja ime, sot është Servete Gruda, Servete Maçi, më falni, mban emrin e një mësuese tiranase të vjetër, dhe në atë shkollë unë kam pasur mësues të mrekullueshëm dhe kur mendoj them pse unë përpiqem apo jam korrekte në drejtshkrim apo më pëlqen të shkruaj, të bëj esera të shkurtra apo të bëj artikuj, them e kam nga mësueset e mia të para të letërsisë dhe të gjuhës, mësuese të mrekullueshme.
si të Gëlbere, Seferia, Golli, e maj mend të tëra mësueset e mia, emrat e tyre. Kjo ishte e letërsisë në gjimnaz pastaj, që të mbush vërtet ajo të formon. Ndonjëherë kur dëgjoj ndonjë që dhe sot nuk lexon, çuditen të them sa i varfër që është ky njeri që nuk lexon, i varfër. Pra, shkolla ishte ajo thelbësorja që na rriti. Pastaj mbarova fakultetin e shkencave politike, juridike, pa dëshirën time të them të drejtën, por nga analiza që bëj, të dha një formim të plot. Pavarësisht që na u desh patjetër ta pasuronin si për çdo profesion tjetër, që duhet të lexosh, ta ushtrosh në praktik, të bëhesh edhe më i aftë, por ai edhe përsëri këtu i referojmë profesorëve të mi të mrekullueshëm. Njëri, Juan Omari, bën 100 vjeç tani në qershor. Jeton akoma, një mendje ndritur që na dhanë mësim. Apo profesorët e nderuar akademikët që kanë dhënë mësim edhe në Kosovë, Zia Xholi, Alfreduçi, Bea Hoxha. Pra, u rritëm dhe u edukuam nga një brez njerëzish shumë të formuar, që na përcollën jo vetëm dijen, sa to e kufizuar t'ishtë ajo për kohën dhe për ideologjinë e kohës, po na përcollën në mënyrë veçantë vlerat, atë dhe dashurin, patriotizmin, ndershmërinë në punë. Të gjitha këto unë të paktën jam përpjekur që t'i reflektoj vetë edhe si një model për nxënësit e mi në fillim dhe më pas për studentët. Sepse megjithëse mbarova me rezultate të shkëlqyera, dhe u emërova fillimisht në akademi, ashtu si ka ndodhur shumë shqiptarëve, për një anomali apo aksident biografik që nuk lidhej aq ngushtë me mua, por të lidhnin atë kohë dashur pa dashur, transferohem si thua brenda një ditës në Librazh. Në Librazh, një qytet i vogël, i mrekullueshëm do thosha, ku kalova 4 vitet e para të jetës profesionale si mësuese filozofisë e shkencave politike dhe ku gjeta një ambient të mrekullueshëm. Atje mora atë punkton e parë që njerëzit janë kaq të mirë kur ti sillesh mirë me ta dhe ne jemi këtu për t'i mësuar ta, për të shërbyer atyre. Dhe kështu pastaj vazhdoj me radhë prend. Aktiviteti im u ktheva në Tiranë si pedagoge, meqense kisha rezultate të larta dhe kishte ca kritere që nuk mund të kapërcehe, të vinte një tjetër. Kam historitë e mia personale, Librazh i dërgonte emra të tjerë, universiteti akthente, jo thoshte është kjo me 10, pastaj duhet vinë të tjerët e kështu me radhë. Ecëjakët i kohës. Po zoti Gzim? Me që pjesërisht zonja Sajmira foli për shkollimin, punën dhe profesionin e ushtruar gjatë jetës, sigurisht se ne do të zbërthejmë edhe më shumë këtë pjesë, por po dalim tek ngritja në profesion dhe puna akademike në Ministrinë e Arsimit si zëvendës ministre, por edhe në universitetin ku ka punuar ai. Po, unë kam punuar në Universitetin e Tiranës, një pjesë të madhe të kohës, dhe në fillim me kohë të plot, dhe pastaj mbas 90-s, kur filloi dhe reformimi, u përfshim vërtet për të bërë një fakultet më të mirë, në përputhje me zhvillimet e kohës, me ndryshimet që ndodhen mbas 90-s, fakulteti krijoi degën e sociologjisë. Unë isha atje pjesë e sektorit shkencor të sociologjisë, ku të them që u drejtua nga Fatos Tarinifa, që them pa prit që është sociologu i parë shqiptar. Dhe ai vazhdon edhe sot ka libra të mrekullueshëm për sociologjinë, për metodat e kërkimit e merat, dhe kështu filloi dhe krijua atje një sektor i shëndetshëm, do të thosha, edhe për shoqërinë. Juve e dini shumë mirë që ndryshe nga filozofia që ka vlerat e veta si shkencë, sociologjia është më drejt për drejt, ishte shumë e nevojshme në atë kohë të ne për të pasqyruar realitetet, për të parë se çfarë duhet ndryshuar, pavarësisht që për fakt jo dhe aq të mirë do thosha që sociologët jo vetëm atëherë, po dhe sot nuk para dhe merre parasysh sugjerimet e tyre nga politika. Dhe sado që unë kam qelluar i kam kombinuar të dyja këto, apo kam qenë në të dyja këto, kam pasur të lehtë.
Pas 97-ës, unë fillova punë duke vazhduar gjithmonë të jepja mësim në universitet, pa ndërprer asnjëherë, tani me kohë të pjesshme, në administratën e lartë publike. Dhe kjo do të më ndiqte për gati 20 vite. Në një periudhë të shkurtër kohe kam qenë edhe dekane në një fakultet, në një universiteti privat në Tiranë, dhe atje mora kënaqësitë e punës me studentët. Kurse për sa i përket Ministrisë Arsimit, do thosha që ishte një moment i rëndësishëm atëre kur Ministria e Arsimit po jepte, si thua, licenconte universitetet private, pra po e shtrinte arsimin publik të lartë edhe në pjesën private, që unë vetë isha pak le themi në thonjza dorë shtrënguar. Dhe pata jo pak debate edhe me ministrin e asaj kohe. Sepse më duke sikur ishte para kohe, por ndërkohë ishte një nevojë, sepse universiteti publik nuk po i përballonte dot universitetet, ne kishim disa universitete në qytetet kryesore të vendit përveç në Tiranë, dhe nuk po i përballonte dot kërkesat e shumta për arsim të lartë. Dhe të kesh kërkesa për arsim të lartë është një mrekulli, do thosha, sepse të edukosh një brez apo të arsimosh një brez, apo disa brezaresh deri në majën e arsimit është shumë e rëndësishme. Pra, midis kësaj dileme, si thua, unë bëra mbështetëse sigurisht edhe e licencimit të universiteteve private, të cilat, si shtregoj koha, jo të gjitha i rezistuan kohës, jo të gjitha, sepse unë mbetem besnike asaj që vetëm universitetet si nuk duhet jenë biznes, kurse si. Pra universiteti duhet jetë universitet, gjithë mësojtore, të japi vetëm dije dhe mos shikoj se sa fitim do të ketë. Për fat të keq, kjo tendencë ekziston. Është një institucion që duhet të dhurojë dije, besoj. Po, vetëm dije. Dhe duhet vetëm të jap, jo të marr. Kjo ishte sentenca ime dhe kuptimi im për arsim. Dhe një drejtim tjetër ishte që filloi puna me tekstet, ose më mirë vazhdoi, sepse ne nuk ishim të parët, ishim filluar dhe përpara. Unë kam qenë ministra arsimit në një kohë të shkurtër, do thosha, për disa arsye të tjera, sepse atëre vendimet ishin dhe politike dhe unë nga ministri i arsimit kalova në ministre e shëndetësisë, dhe i ka dhe një kohë më të gjatë, por në Ministrinë e Arsimit kishte filluar puna shumë e mirë me tekstet, pra për t'i bërë tekstet sa më të kohës, për t'i aktualizuar, për të futur koncepte në mënyrë të veçantë dhe për forcuar konceptet për të drejtat e njeriut, pra duke kështu që na u desh disa herë të shkonim në për simpoziume, konferenca, të merrnim përvoja për në këtë drejtim, pra për demokratizimin e shkollës në thellësi, si thua, edhe programet, edhe tekstet, dhe duke ecur paralelisht edhe me kualifikimin e mësuesve. Pra çdo gjë kishte ndryshuar, çdo gjë duke i bërë nga e para, krijohesh një struktura, ndonjëherë jo afatgjata, shkriheshin, ishte një luftë e pandërprer. Ndryshoheshin drejtorët e drejtorive rajonale për të gjetur gjithnjë më të mirën. Ishte një periudhë e shkurtër kohe, po një periudhë vërtet intensive. Unë do doja të veçoja në mënyrë të veçantë dhe ka qenë gjithmonë edhe fokusi i punës time, puna me specialistët. Mua të them të drejtën, nuk më interesonte ai shumë urdhri apo mendimi e atyre që kisha më lart, sesa kur ai vinte ndesh me interesat e publikut, sesa më interesonte puna me specialistët. Dhe Ministria e Arsimit, unë dua të theksoj, kishte specialist, në mënyrë të veçantë do thosha gra, specialiste të mrekullueshme, që ishin shumë të afta, që njihnin profilin e punës së tyre, që dinin gjuhë të huaja, që lexonin, që ngrinin gjithnjë më shumë nivelin. Dhe unë e kaloja një pjesë të kohës edhe në konsum me ato, në mënyrë të veçantë. Unë dija më pak se ato. Dhe i thosha vetes gjithmonë, ti nuk di, ti nga këto që ke përballë. Dhe i nxisja ato, i motivoja,
Dhe pjesë të tyre e kam dhe sot mikesha të afërta dhe më vjen mirë kur po kujtojnë. Faleminderit, zonja Sajmira. Ne po kalojmë tek konferenca shkencore për atë niveleve kombëtare dhe ato ndërkombëtare. Unë tash të përpara, duke nga ato që ju keni brenda CV-s tuaj. Çfarë mund të na thoni për këto konferenca, pra? Sa të vështira kanë qenë apo edhe frutet i cilat ju keni kohë? Do ta filloj me pyetjen tuaj inteligjente, do thosha vërtet që sa të vështira kanë qenë. Do ta filloj me një konferencë të parë. Unë isha një fëmijë diplomati dhe rrethanat e jetës e kishin sjellë që unë të kisha qenë jashtë shtetit edhe më herët, kur isha shumë e vogël, deri në 7-8 vjeç, pastaj 11, por në 11 vjeç nuk na e lejuan më dhe venim vetëm për pushime me prindrit, me kufizimet e kohës sigurisht. Dhe në 91-shin më thonë që duhet të shkosh në një konferencë për gruan në Vjenë. U trondita ai shumë. Thosha, si do shkoj në konferencë, çfarë mend do jap unë për nga kjo Shqipëri e vogël, historianëve të Vjenës. Dhe me shumë përkushtim u pregatita, me vështirësi dhe pak në gjuhë sigurisht, por e lexova fjalën time atje. Me një mjedis akademikësh të mrekullueshëm, shumë miqësor, që ta lehtësonin vërtet çdo hap, edhe të asaj që shikonin për herë të parë, plot që nga infrastruktura, historia, mendoni Vjenën, edhe mundohesha të isha në një hap me ta, por me atë sinqeritetin tim, duke i thënë që vim pa e vlerësuar kushtesi vendin tim, po përkundra se duke treguar momentet historisë së Shqipërisë, të njerëzve tanë të famshëm, të profesorëve tanë, të viteve 30 që kishin mbaruar universitetin në Graz apo në Linz, dhe për të lënë një, me thënë të drejtë, për të lënë një përshtypje sa më të mirë të shqiptarëve. Dhe sigurisht tema ishte historike, ishte një temë që mua më pëlqente, që çfarë ishte bërë për gruan në Shqipëri. Edhe unë e them gjithmonë, e them dhe sot, që për gruan ishte bërë shumë në Shqipëri. Duke u nisur nga pozicioni fillestar, duke u nisur nga i analfabetizmi, duke u nisur nga patriarkalizmi. Pra, këtë pjesë të historisë që na e përcjellnin libra, që na e përcjellnin prindrit, na e përcjellte shkolla, unë duhet ta ballafaqoja me atë që ishte arritur në vitet, le të themi, e sistemit ashtu quajtur socialist. Dhe këtë përcolla unë atje, problematikat e fillim viteve të tranzicionit, arritjet e kohës. Dhe them që ishte një nga kontestat që u vlerësuar nga më të mirat, dhe do t'ju them edhe një shaka që e përmendur shpesh të Timati, që u botua kjo kontestë në një libër, më thret ambasadori austriak në Tiranë, për të ma dhënë, me shumë respekt, dhe disa ine ishte e para. Dhe kur ja tregoj me kënaqësi, ja u tregoj në shtëpi, baba im thotë, shikon, ishte më e mira se ishte e para. Jo, i thash është e para se kemi Albania. Jo se ishte më e mira timja. Por që vërtet ishte një që më ka lënë mbres. Pastaj konferencat e tjera kanë qenë të karakterit që lidheshin më shumë me aktivizmin social, timin, me studimet për familjen, dhe ndërsa kur shkova zëvendësimisht e shëndetësisë, mbuloja disa sektor të karakterit social. Dua ta përmend që kisha një ministër të mrekullueshëm, Leonard Solisin, një ministër që të vlerësonte, që kërkonte mendim, që të jepte ose të ngarkonte ato detyra që ti mendoje se mund t'ja dilje, dhe që e dëgjonte këshillën e një njeriu më të madh si unë. Isha dhe përfaqësuese e një partie më të madhe sigurisht, sepse ishim në koalicion me partinë e Zotit Solis, por që ishin vite të mrekullueshme të punës time. Dhe një nga profilet e punës, nga drejtimet e punës, ishte shëndeti mendor. Që mu desh pastaj të referoja dhe
në Helsinki përsëri për këtë, për zhvillimet në këtë drejtim, dhe edhe në Luksemburg, edhe në disa vende të tjera që kishin të bënin me problemet shëndetësore, që mbeten dhe sot probleme shumë të mëdha për ne, por që gjithmonë kemi pasur mbështetjen edhe të organizmave ndërkombëtar që funksiononin në këtë drejtim. Pra, brenda për të përgjigjur pyetjes, them që pastaj më dukej më e lehtë, sepse shikoja që ne ke pasur në njerë në ekip edhe më të rinj, edhe shumë të zotë, më të zotë edhe se ne, dhe them gjithmonë që të rinj, ata që punojnë, janë shumë më të mirë se ne. Çdo brez që vjen, ka përfaqësuesit e vet, edhe më të aftë se sa brezi i mëparshëm. Ne kemi përvojën, ne kemi, si thua, atë bien e mbledhur e akumuluar, po ata janë energjik, ata din të hynë në shoqëri, ata din të thonë atë që është profesore. Dhe kështu që ne në për këto konferenca na ra shkalla e vështirësisë, e kishim më të lehtë gjithmonë. Shumë faleminderit. Po zoti Gzem. Faleminderit zonja Sajmira. Unë do të dilja tek niveli 3, pra tek titulli si doktore shkencave sociale e juridike. Çfarë do të na flisni këtë? Profili im ose fusha ime u përqendrua më shumë në atë që quhet sot përkatësia gjinore apo raportet gjinore. Dhe duke qenë se ose më mirë, më duk kështu ishin fillimet, fillesa, si thua ma përcaktuar me atë ftesë të parë apo me atë gjë të parë që më çuan që të flisja për të gjë, dhe unë e studiova energjikisht, si thua. Dhe pastaj më vonë prapë erdhi një kërkesë tjetër nga një institut që të bënim një lloj inventari, si thua, bibliografik për çfarë ishte shkruar për grua në Shqipëri. Kjo më bëri që të lexoja gjithnjë më shumë për këtë, dhe kjo u bë fusha ime. Krahas kësaj, fusha tjetër, le të themi shkencore, ishte ajo e familjes. Pra, familja në tërësi, o vetëm familja shqiptare, që ka bërë edhe objektin pastaj të leksioneve të mia, familja kryesisht ajo aktuale, problematikat e saj që janë aq preta, edhe sot, ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur. Pra këto kanë qenë dy fokuset si thua, punës time shkencore. Dhe patjetër që kur flet për familjen, për përkatësinë gjinore, raportet gjinore apo lufta për barazi, le të themi përpjekja për barazisë, edhe fjala luftë është pak e rëndë. Patjetër që do ndeshesh edhe me politikën. Kështu që mu përshetuan, si thua, të treja këto fusha të veprimtarisë time. Mësimdhënia, politika dhe studimi për gratë dhe familjen. Faleminderit. Brenda? Po zoti Gzem. Po për kontekstin e globalizmit dhe ndryshimet sociokulturore të shekullit 21. Si kanë ndikuar format e reja të komunikimit, pra si kanë ndikuar platforma digjitale? Sigurisht që shekulli 21 vjen me tematika të tjera, shkolim me shkollimin, me familjen, pra me këto dy institucione të rëndësishme. Pikërisht. Them që revolucioni teknologjik që thuhet sot, i tim të jashtëzakonshëm. I kemi sta pozitiv dhe si çdo fenomen social edhe negativ të. Nëse do përmendja negativin që është edhe më i dukshëm, do thosha që është ka lidhje me atë që si ndikon në marrëdhëniet sociale. Do të them vetëm diçka të vogël që e bëre dikush tani. Kur punoja në një institucion, një kafe apo për diçka tjetër. Dhe u shkoja në barin e institucionit, shikoja të rinj, vajzë, djalë, dy vajza, 3 djemë, pra
të shkëlqyer që thoshin ky shkëlqen në këtë fushë apo në atë fushë, ky është jurist shumë i mirë, ky ka ndihmuar për të bërë X projekt vendim apo ligj. Dikush shikonte celularin e vet. Asnjë lloj komunikimi me njëri tjetrin, duke qenë në një tavolinë. Po kështu në familje. Ti hyn në një familje dhe shikon që djalit, vajza merren me celularin e tyre, që shumë pak i flasin prindërve dhe reciprokisht edhe prindrit atyre, që dhe prindrit, pra, si thua, teknologjia na ka krijuar një mur ndarës, ka krijuar ato dhoma për vete, si thua, për fëmijët dhe prindrit. Kjo është shqetësuese. Për mos hyrë pastaj në rrjetet sociale me radhë në analizën tjetër, po fis për këtë. Kurse ana tjetër është patjetër prandaj dhe quhet revolucion, që ka të bëjë me shpejtësinë e informacionit, ka të bëjë me masën e informacionit që merr. Por pra përsëri u mbetem tek njeriu primar. Pra njeriu duhet të snorë ato teknologjinë. Pra duhet ai që të di të zgjedh, që të di çfarë të marrë. Dhe këtu lind pastaj problemi i shkollës, i edukimit, i fazave të veçanta që duhet të kaloj edhe ai arsimimi apo edukimi teknologjik. Sepse është një problem sot i madh për arsimin. Unë ndonjëherë kur e mendoj them sa të vështirë kanë sot mësuesit, sidomos të një moshe të caktuar, 10, 16, 18, për të përcjellë dijen. Sepse nëse ata do të jepin një dije thjesht të thatë, një informacion pa ndonjë vlerë të madhe, etike, morale, edukative, ai atë informacion e gjen në sekond, edhe më të përparuar se sa thëndin. Ai informacion që ti ke. Mjafton të hapi celularin edhe e merr me njëherë informacionin. Pra është vërtet besoj që është shumë ndryshe ta marrë informacionin nga telefoni, të hasuar me atë që thotë në klasë, me fjalën e pranimit të shokëve të klasës, pra rrafje mendimesh, dhe mund të jetë edhe i gabuar ajo që është në telefon. Mund të jetë edhe mendimi i gabuar, pra besoj që asnjëherë nuk është i ngjashëm ajo që thuhet në një klasë ku mësuesi drejton një temë, ka hasuar me telefonin. Ndoshta ka gabim, por është shumë e vërtetë dhe unë i them dile ndonjëherë i ruhemi asaj që na thuhet një për bresin tim në mënyrë veçantë që ju ka mbetur ora, e kemi shumë merak të pjesë, sepse pikërisht për këtë, nuk ka si fjala e mësuesit, çfarë të përcjell mësuesi, pra atë emocion të atij, të mësimit, apo prandaj dhe mësuesit janë tani përpara një detyre shumë më të vështirë se sa më përpara. Pra që ju duhet të përballojnë dhe flushin teknologjik dhe të dinë të zgjedhin data dhe të ruajnë gjithmonë thelbin e mësuesit, pra dhënësin dhe formuesin e njeriut me vlera. Unë do e lidh këtë pyetjen tuaj pajto me zonën Prenda dhe pyetjen që shtroj për përgjigjen tuaj edhe tek çështja e librave, sepse neve, për shembull, nëse marrim nga një media ose nga telefoni ose nga interneti, pra një informacion është informacion i paredaktuar nga një këshill redaktues apo qoftë edhe njerëz të mirëfillt, të cilët e filtrojnë çështjen apo temën dhe pastaj e hedhin në internet. Pra, ndryshe është pra kjo çështja tek interneti dhe tek libri, sepse në libër është një këshill dhe aty gjithsesi se çështjet janë më të filtruara. Pra, unë pajtohem me ju këtu dhe këtë desha ta plotësoja edhe. Shumë faleminderit zoti Gzim. Jo vetëm ju që jeni një shkrimtar produktiv, kaq i madh edhe me fokus edhe fëmijët, po edhe ne që si jemi të tillë, unë jam një lexuese amatore e dashuruar pas librit. Lexoj të gjitha llojet, me të drejtën, romane, më pak lexoj poezi, po më pëlqejnë edhe letërsi artistike në tërësi, ajo klasike në mënyrë veçantë, dhe them nuk ka, e diskutojmë dhe me kolegët, shoqet e mia që lexojnë shumë dhe ato, dhe them nuk ka si libri, kur edhe nëse të ka kaluar një këshill, ti e hap faqen dhe i gjen përsëri, kurse kur gjen, shikon një diçka që dhe të pëlqen, padyshim në internet,
Po ku ishte ajo miku, se gjetët më. Po flas për gjithmonë për gjërat e mira. Nuk po hype anët negative, e ka këto vërtet gjërat të paredaktuara, të pa filtruara në kuptimin më të mirë të fjalës, pra ta dallojmë nga censura. Po flasim për censurën, sigurisht, po flasim për të sjellë ekstraktin e mendimit më të mirë, më të përparuar të atyre që shkruajnë. Dhe unë mbetem gjithmonë në anën e librit. Libri, sido që tjetë, është gjithmonë fryt i punës së disa njerëzve, dhe kur ka një autor, ka votuesin, ka redaktorin shkencor, ka produsin e kopertinës e me radhë. Libri mbetet një dashuri e madhe e jetës. Faleminderit në përgjigje zona Sajmira. Ju folët pak më herët edhe për seminarët dhe konferencat trajnuese, por do të na flisni edhe pak për kontributin dhe aktivitetin tuaj. Ama e dim që keni qenë pjesëmarrëse në shumë konferenca ndërkombëtare. Ndoshta mund të plotësoni diçka në të pyetje ose jo. Si ta shihni ju të arsyesh? Nuk mund të them që kam qenë në kaq shumë konferenca, sigurisht që nëse krahasuar me një grup tjetër njerëzish që nuk kanë pasur fatin të jenë në detyrat që unë kam pasur, kam qenë në shumë konferenca, padyshim. Por konferencat të karakterit social, ja për shembull edhe këtë vitin e kaluar, ne bëm në kuadrin e një organizate të madhe jo qeveritare, ne organizuam vitin e familjes dhe bëm 3 konferenca të mëdha shkencore. Unë isha bashkë me një koleg tjetër, koordinatore dhe kisha dhe referatin kryesor. Ftuam sociolog nga i gjithë Ballkani. Pra kombinuam, si thua, edhe ato vlerat që duhet të ketë një shoqëri, vlerat e paqes, të mirëkuptimit, të ndërsjellë dhe përqasëm problematika familjare. Pra ishte një nga konferencat, më themi, më suksesshme, doli dhe një votim viti i familjes me të 3 këto konferenca dhe me ftesat që erdhën nga Republika e Maqedonisë, nga Republika e Kosovës, nga Malisi, deri dhe nga Gjermania, nga Italia, nga Austria, por shumica ishin shqiptar, po dhe të huaj. Pra duke sjellë përvojat e tyre. Konferencat e karakterit social nuk mund të thuash që çojnë në shpikje, apo mund të japin rekomandime thjesht, sepse nuk mund të japin zgjidhje. Për shembull, problematikat e familjes janë gjithmonë në lëvizje, ndryshojnë, ndërlikohen, dhe e shumta ti fotografon në një moment të veçantë, si thua, pra në vitet 2000 për shembull, këtë 20 vjeçarin e viteve 2000, evolucionin e prirjeve të ndryshme demografike, sociale, ekonomike, politike, kulturore dhe zhvillimet brenda familjes dhe shumta rekomandime mund t'japësh. Dhe pastaj votohen apo ti merr edhe një feedback tjetër, si thua, një vlerësim tjetër për këtë. Një votim i timit i para disa 2-3 vjetësh është familja dhe vlerat universale. Pra që ka të bëj pikërisht me këtë, pra me një fotografi sociologjike të themi të familjes, e shkruajta në kohën e Covidit, janë 3 kapitull të rëndësishëm aty, bashkë me një shtesë tjetër, të një kolegu tjetër, dhe është një libër që është mirëpritur për analizën që bën. Pikërisht për problematikat e familjes, po mund të them që është në një shpikje, por thjesht mbështetet në ato optimizmin që dhe unë e kam, që me gjithë problematikat e mëdha që ka familja, ajo mbetet si e tillë. Edhe në vende që 1968-a jeni më familjar me këto lëvizje në Evropë, 1990-a që ishte të bënte me transformimet edhe politike të pjesës e Evropës lindore, dhe kryesisht krahasohet familja e Evropës lindore me atë perëndimore. Përsëri ndryshimet tregojnë se
familja mbetet. Familja është një premisë me gjithë rrezikët e mëdha alarmet që kemi ne ndonjëherë brenda vetes, alternativat që po i kundërqëndrojnë familjes tradicionale apo familjes përtham që quhet. Sëri ka një tendencë shumë të rikthyer dhe në ato vende si Suedia për shembull, dhe në ato vende që kanë nesur në një drejtim larg familjes, për t'u kthyer familjes, sepse familja është premisa ekzistenciale e shoqërisë. Dhe nuk mund ta shpësh atë. Ne kam këtë optimizëm dhe jam e bindur që kështu do të ecë. Faleminderit. Zonja Sajmira, pjesëmarrja në politikë. Ju keni qenë duam apo nuk duam një grua në politikë, një grua e fortë, një grua e zonja, një grua e fjalës që në qoftë se e ke dhënë fjalën për diçka e ke marrë përsipër e ke shuar deri në fund, dhe për këtë jam koshjente, pasi unë të njoh në ato vite. Mund ta them, kam patur fatin e mirë për të njohur, për shpirtin e madh që ke patur, për t'u vënë në shërbim timin e mirë të fjalës. Çdo njeriu që ka shkel në zyrën tënde, pankesën apo kërkesën që personi ka patur, ju jeni vënë në dispozicion për ta çuar atë deri në maksimum për ta zgjedhur problemin. Sa vështirë për një grua, po për figurën e femrës në politikë. Ç'mund na thuash? Faleminderit shumë, Brenda, edhe për vlerësimin. Ndihem vërtet e mikluar e përkëdhelur në këtë drejtim. Unë hyra rastësisht në politikë, të them të drejtën. Ndonjëherë janë edhe njohjet, Shqipëria është një vend i vogël, sigurisht edhe përgatitja ime akademike të themi më çonte drejt asaj, po nuk ishte prirja time. U gjenda në politikë, në këto poste që ju thatë, dhe ai nordi im ishte pikërisht që të shërbeja njerëzve. Dhe kam shkruar shumë për këtë. Në një periudhë kohe, gati 5 vjet, isha dhe kryetare e forumit të gruas, forumi i madh politik, në një partie politike. Dhe një nga arritjet e mia që mund ta them me krenari është bashkëpunimi që patëm me gratë e politikës të të gjithë spektrit. Pra pa dallime, ne kishim një çështje të përbashkët. Ne kishim çështjen që gruaja duhet ishte më e dukshme në politikë, që gruaja duhet përfaqësohej për atë përfaqësim numerik që ajo ka në popullsi, që gruaja duhet të tërhiqej më shumë sepse ne e dimë sepse duhet jenë gratë në politikë, se e kuptonin politikën si shërbim. Dhe gratë janë mësuar të shërbejnë, të ndihmojnë, të jenë pranë fëmijëve, të moshuarve, bashkëshortëve kur ata kanë nevojë. Dhe kjo pasqyrohet edhe në jetën politike, edhe në veprimtarinë politike. Se kjo politika është marrëdhënie mes njerëzve dhe ta drejtosh atë në mënyrën e dur. Por për gratë, pa dyshim që është shumë e vështirë. Sidomos ishte më e vështirë përpara, sepse tani janë krijuar modele, tani ne shikojmë në politikë gra do ta vijnë thonjza të forta, gra që janë të forta dhe në fjalë. Isha e fortë në fjalë, unë isha e fortë në punë. Kraria pa pushim, ose do ta merja përsipër një problem, doja që ta zgjidhja domosdoshmërisht, edhe nuk ndahesha derisa të zgjidhej, se gjithmonë i referohesha të drejtës. Dhe ndonjëherë edhe drejta mund të vinte edhe në kundërshtim me ligjin. Prandaj jam mirënjohëse pra me një vendim apo me një ligj. Jam mirënjohëse atyre kanë bashkëpunuar me mua, se më kanë dëgjuar dhe kam argumentuar që nëse një njeri apo një grup njerëzish kanë të drejtë, atëherë atyre kjo drejt duhet u jepet. Dhe nëse ka një problem këtu, problemi është e vendimi, është e ligjit, nuk është i tyre, është e drejtë e tyre. Megjithatë, politika do thosha është si një fushë e minuar, dhe ti e kupton që është e minuar kur e shkel minën dhe nuk dish të bësh ta ngresh këmbën dhe të plasë mina apo të kërkosh mbështetje. Pra, nuk është produkt, dua të themi, një njeriu të vetëm apo punë e një njeriu të vetëm. Duhet patjetër të kesh mbështetje. Dhe mbështetja ndonjëherë mungon
edhe ndërmjet grave. Kjo është një nga ato lidhërime që kam ndonjëherë. Nuk e prisja që kjo dhe politikanëve burra sigur i pëlqente kjo gjë, që gratë të kishin ndonjë konflikt mes tyre. Unë jam shmangur gjithmonë dhe them asnjërit nuk ja kam dhënë këtë kënaqësi që të thosha qoftë edhe një çerek fjalë edhe për një grua që mua më pengonte gjithmonë. Pra, donte të pengonte, nuk ashtu e mendonte. Dhe unë asnjëherë nuk ja u dash të kënaqësi me të drejtë. Po e ndjeja që dhe politikanët të nivelit lartë e kishin këtë. Ishin pak shpirt vegjël në këtë drejtim. Pra se më ka qelluar të punoj me shumë kryeministra dhe dita bëj tani këtë dallimin nga njëri te tjetri, duke qenë vërtet dhe duke i vlerësuar që të gjithë për atë çka ata e meritonin ishin aty ku ishin vërtet. Por që për gratë me vështirë, sepse hapësira është me e vogël. Dhe ti e ke provuar vetë, e ndjenim në këtë që nëse shkelja rregullat e zgjedhjes, e normave, e funksionimit të brendshëm, nëse ti thua është një parti elektorale ku mund të vinë të tërë, të më ndjekin etj dhe unë jam njëshi, sigurisht që gratë e kanë vështirë, sepse gratë respektojnë rregullin, duan të jenë të zgjedhura, duhet të jenë përfaqësuese një grupimi të caktuar, grash intelektuale apo punëtore, apo të fshatit e me radhë. Kam ndryshuar pak ajo tematike atëhershme. Unë përpara se të jap fjalën zotit Zem, do sjell një pyetje për ju, të cilën e ka dërguar një dëgjues që është drejt për drejt duke na ndjekur dhe quhet Brend Sheta. Ai pyet: ka janë avancuar programet për bashkëpunim, shkollë, familje, në interes të nxënësve në Shqipëri sot? Pyetja është pak e përgjithshme, të them të drejtën, sepse duke menduar që unë jam zëvendësministre e 2001-shit, dhe këto 25 vjet, i thon çerek shekulli, ka ndodhur ndryshime të mëdha, po unë e shikoj që edhe nëse programi në letër mund të jetë shumë modern, mund të jetë i avancuar, lidhja familje dhe shkollë jo kudo është. Për shembull, do thosha që në zona më larg qendrave është pothuajse në një nivel të pakët. Pra, ndërsa në kryeqytet për shembull vjetre që familja është pranë shkollës. Është pranë shkollës, por ne ato diferencat e veta. Fakti që kemi disa ngjarje të rënda të këtyre viteve të fundit, sidomos në jetën e adoleshentëve, tregon që ka një rivalitet ose një indiferencë që janë të dyja bashkë të njëjtës monedhe midis shkollës dhe familjes. Familja, prindët, sidomos kur janë në punë të dy, rendin pas punëve, që t'ja u bëjnë jetën materiale më të mirë fëmijëve, me idenë që e ka shkolla edukimin e tyre shpirtëror. Ndërkohë, shkolla i trembet asaj ndërhyrjes të vazhdueshme, pra s'ka i tjetër, si thua, të familjes. Ajo që është e qartë është, nëse për t'i thënë përsëri një përgjigje që unë do doja, është që bashkëpunimi duhet jetë gjithjetëm i ngushtë dhe i institucionalizuar. Nuk mjafton vetëm një rregullore. Duhet jetë shumë i fortë. Pra problematikat e reja që kanë dalë, duhet patjetër që familja të jetë një pjesë përbërëse e një komponent, si thua, i punës së shkollës. Faleminderit. Faleminderit, zonja Sajmira. Ne po dëgjojmë shpesh që flitet shumë për të drejtat e grave, për të drejtat e përgjithshme për secilin sektor. Por na ka rënë pak të dëgjojmë për shembull për të drejtat e mësuesve dhe studentëve. Cilat janë këto drejta sot në Shqipëri në nivelin arsimor? Them që përsëri dhe vendat sa ndërkombëtare dhe kombëtare, pra zoti Gzim do thoshte që ne në letër i kemi. I kemi në atë shkallë që kemi mundur t'i përthitit, thuash. Por ne jemi pas në
Pra, dhe se do të shkojmë për të vend. Shumë të përfajtë. Arsi të preferojnë të shkojnë jashtë, preferojnë të fitojnë para, jenë më të pavarur. Vajzat preferojnë të arsimojnë më shumë. Nga të gjitha sondazhet, kjo del në pak. Por pra në letra si thua i kanë, patjetër që i kanë, edhe me dokumente dhe nuk bëhet asnjë lloj dallimi midis djemve dhe vajzave. Por fakti që në përfundim apo kur mbarojnë këta njerëz që kanë vite të tëra që po edukohen në kushtet e demokracisë, le të themi përsëri, ne kemi familje të reja ku shalojnë marrëdhëniet burr-grua, ka konflikte, ndonjëherë deri të shkallës më të lartë dhe më të ashpër, që të dëshpëron shumë. Që tregon që nuk respektohen ose nuk janë brëndësuar të drejtat që ka grua e njësoj si të burrit, apo vajza dhe djali njësoj, si të vajzës dhe të djalit. Ka ndodhur në familjet tona, diferencimet midis vajzës dhe djalit. Pra, do thosha që më shumë duhet të përqendrohemi në atë punën përhapje të modeleve vërtet pozitive. Prandaj dhe vlerësoj shumë edhe tematikën tuaj, edhe radion tuaj, që patjetër duhen vlerat e mira, vlerat pozitive, edhe shembuj të thjeshtë, edhe një vëlla dhe një motër, të pyeten, si jeni ju, si ju trajtojnë prindrit juve, dhe të dali ajo që është vërtet e mirë, që është frirje, që duhet shkuar drejt asaj. Ne kemi shumë probleme. Si këtu, si në Kosovë, do thosha, si në Maqedoni ku jetojnë shqiptar në shumicë, pra duhet kemi probleme brenda apo në raportin vajzë-djalë dhe burr-grua në familjen bashkëshortore. Pra, nëse do ta përmblidhja, do thosha edhe një herë që nuk na mungojnë as legjislacioni adekuat që themi i përditësuar, as vendimet, por sigurisht që ka vend edhe për përmirësime dhe për çfarë nxjerr jeta, por na mungon kuptimi i thelbit të tyre dhe zbatimi i tyre, që bëhet që në ditën e parë që lind një fëmijë, që në ditën që vjen një fëmijë dytë dhe është djalë apo vajzë, tjetri duhet mësuar se si duhet ta trajtojë. E them këtë sepse jam bërë gjyshe tani për herë të tretë dhe një në shtëpinë e djalit tim, përveç vajzës 7 vjeçare, ka lindur dhe një djalë i vockël dhe gjithmonë i themi vajzës se sa shumë duhet ta dojë dhe vllan dhe kushëriri tjetër sa shumë duhet ta dojë, ta respektojë kushërirën e vet. Pra, ashtu siç e meritur ne, siç e meritur fëmijët, të rriten edhe ata, me ndjenjën e drejtësisë dhe barazisë ndaj gjinisë tjetër. Derit, zonja Sajmira, që duket kurrikula arsimore në Shqipëri, a ka pësuar ndryshime negative apo pozitive këtë dekada? Dhe a ka ndikuar kurrikula aktuale në vendin që ne të ishim shumë më përpara për sa i takon renditjes në pjesa ne jemi pothuajse të fundit? Ndikuar. Të faktikisht nuk jemi ne dhe Kosova. Kjo është është kjo të vjen vërtet, të vjen keq, por për mua një nga faktorët kryesor, do thosha, e kësaj situate që akoma nuk po përmirësohet, duhet i ka rënjët në vitet e para të tranzicionit. Në fillim vite dhe mundohem të them gjën më të mirë, që ndoshta vinte nga mungesa e përvojës, ne shkatruam dhe ato gjërat mira që kishim. Duhet ta mendonin që ndryshimet gradualisht edhe ndërgjegjësinë apo kualitimit të mësuesve,
nuk duhet kurse si që shkolla të politizohet. Ne politizuam shkollën. Duke politizuar shkollën, filluam dhe morëm edhe njerëz të arsimin e dur në mësim. Pra, kjo është një radhë. Institucionet përgjithëse, politika ndikoi që jo të vente në vendin e duhur njeriu i dur. Dhe sigurisht njeri që nuk ishte shumë lidhje me arsimin, nuk mund të dinte se kuptonte as çfarë ishte kurrikula në fillim. Se ndryshoi terminologjia, ndryshuan tekstet. Pra, ndryshimi duhet të vinte dal nga dal. Dhe krahas arritjeve, padyshim që ne kemi arritje, sepse i referohem shembujve të shkëlqyer dhe meqense matemi me votën, ka shumë të rinj dhe të reja që kanë mbaruar shkollën e mesme në Shqipëri në këto vite, kanë shkëlqyer në arsimin e lartë jashtë shtetit, në Evropë apo në Amerikë apo deri në Japoni dhe në Kinë, dhe janë bërë dhe profesionistë të shkëlqyer. Gjatë kohës të pandemisë në vitet 2020, 2021, 2022, edhe të izoluar, shikonin dhe më shumë televizion dhe shikonin mjek, infermier, biolog, inxhinier kimist, shqiptar, pra që kishin mbaruar shkollat këtu. Pra nuk është si thua vetëm ana negative, por rezultatet në këto, në të PISA-s, vërtet tregojnë që ka shumë punë për të bërë. Ka shumë punë për të bërë. Unë shikoj dhe mbesën time, për shembull që shkruan me gabime. Dhe jo gjithmonë mësuesja i dallon gabime. Ndonjëri shkruan dhe shumë mirë. Dhe kur i them që ti ke bërë dhe 2 gabime që mësuesja nuk i ka parë dot se ka shumë zënës, i them me elegancë, ajo më thotë, nëna nuk e të drejta korrigjosh mësuesen. Autoriteti fundor për të. Pra që ka vlerën e vet. Por me këtë dua të them që është një detyrë edhe e çdo mësuesi ta marrë me shumë përgjegjësi detyrën që ka. Dhe që nga ajo klasa e parë. Pastaj vjen institucioni që në këto që mund të pra dhe investija nuk ka do maksimumin. Pra ka vend për të rishikuar. Kurse kurrikula do t'i thosha për shembull, votimet shkollore. Vërtet është një pritëm pak se do e kam të mitër zonën rurale. Dice curricul statua.
Una che chiamate Unë do të pyes për arsimin dhe detyrat tuaj dikur me që na folët ju pak, por sigurisht se duhet ndalem pak dhe t'i shtoj kësaj pyetje edhe një pyetje tjetër për çështjen e unifikimit të librave Kosovë-Shqipëri, duke filluar nga abetarja dhe këtej, pra në atë kohë është fol shumë dhe ka qenë një tentativë në qysh në qeverinë e përkohshme të Kosovës kur Akim Vinca ishte ministër i qeverisë së përkohshme dhe kishte tentativa për unifikimin e abetarës. Dhe këto punë shkuan shumë gjatë saqë nuk u arrit edhe shumë çka. Pra, nëse ne si kom duam të bashkohemi ne, fillimisht duhet ta bashkojmë arsimin, duhet t'i bashkojmë edhe shumë institucione tjera, kulturën, bashkëpunimin ndërkulturor dhe tjerë. Çfarë do të na thoni ju? Kemi pak probleme me signalin, si duket, nuk e di pse. Zonja Prenda, kemi sigur probleme teknike me signalin, po vije dobët kështu.
vitte të quindi giova sta questo diritto se priviš që përmande fëmijë che shqipe ja e po që perché sia riflettete due da che mette l'ira di meriti tutto per dietro hai visto tutto di dare sociale e di fuori a chi come işte andare sparto ne per e batturizza in fianco per avete ho detto e punto trovia e mi fatti tutte cose da pulire e fatto conferenza ne solëm se ne dojtë që të bashkonin të bazë, kishte një ndarje të mes ato shkak të bljeve temi partijake. Dhe ne përshkeshim të pindim që ne kemi një qëtet përbalë model, si bashkojnë, pa një loj interes material. Sot Miq të nderuar, siç duket ra linja nga ndej dhe neve do të vazhdojmë edhe pak për të vazhduar me emisionin ton, por jemi edhe në pritje të rilidhjes pra në Shqipëria. Sigurisht se problemet teknike janë të kuptueshme dhe të mirë kuptueshme edhe për ju dhe ju kërkojmë falje ndjes ne që nuk po arrim të sipërojmë. Pra le të mirë kuptohemi. Faleminderit shumë. Rasteve të fundit na ka përcjellur një signal i dobët dhe sigurisht ndoshta edhe moti, ndoshta ato ndryshime që po bëhen, por ne po presim që të pak ndoshta edhe për pak qaste mund të lidhemi përsëri në Shqipëri dhe të krijojmë sinjal për. Faleminderit shumë.
Për të folur për këtë, e pranova me shumë kënaqësi. E pranova me kënaqësi, studiova, lexova për të nxjerrë edhe rolin e Clintonit, edhe për atë që ai e meriton atë monument që ka në mes të Prishtinës, sepse ka sjellë në bashkë me luftën e jashtëzakonshme të UÇK-s edhe të gjithë patriotëve të Kosovës edhe të Shqipërisë, do thosha, që kanë dhënë kontribut të madh atje, sollën që Kosova të jetë e lirë. Dhe Clintoni me lartëkamësinë e vet, por edhe me pro-shqiptarizmin e vet, do thosha, ka një merit jashtëzakonshme. Gjë që e vërtetoi dhe në vizitën më të fundit që bëri në Tiranë, në Kosovë po e thotë, që bëri në Tiranë, pra për të treguar mbështetjen që i jep ai i Shqipërisë edhe Kosovës. Vendit që ato duhet zënë në familjen evropiane. Shumë faleminderit për përgjigjen, por dhe shpirtin e madh që ju keni e vlerësimet që jepni. Tashmë dalë nga dalë edhe këtij emisioni po i bie fundi, megjithëse ne do kishim dëshirë të zgjaste pa fund. Zonja Sajmira, çfarë ka mbetur pa thënë dhe çfarë keni dëshirë të shtoni? Normalisht edhe mesazhet të cilët ju mund t'i përcjellni tashmë për dëgjuesit e kësaj radioje. Zoti Gzim dhe zonja Brenda, në radhë të parë dua t'ju falenderoj zemërsisht për këtë dhe t'ju uroj suksese radios tuaj dhe ju premtoj se do ta ndjek me intensitet sa të munden, duke kombinuar të gjitha ato detyrat e mia familjare, miqësore që kam, edhe akademike dhe themi, sepse kam dëshirë të shkruaj një libër për meqense kam dhënë shumë leksione për sociologjinë e familjes, por do të mbetet si një projekt i satmes dhe në kushtet kur të ftojnë për një intervistë, ato që nuk e kisha shumë të qartë objektin e intervistës, por mund të them që u kënaqa dhe unë që në një farë mënyrë bëra një lloj bilanci dhe në këtë ndërgjegjjen time pash edhe mangësitë që kam dhe që sa gjëra duhet i bëja më mirë, edhe gjatë kësaj kohe që kam jetuar. Por nëse dhe duke ditur që në një emision patjetër që njeriu duhet jap disa mesazhe, unë mendova që një nga mesazhet që do t'i thosha të rinjve në mënyrë veçantë, do t'i thosha të jenë vetvetja. Unë kur nuk kam bërë dhe nuk kam thënë atë që nuk e kam menduar, apo që nuk kam dashur ta bëj. Kam thënë dhe kam bërë atë që kam dashur ta bëj. Pra ajo që unë isha me të mira dhe me të metat e mia. Tjetër do t'i thosha që mos të krijojnë mite. Në këtë jetë nuk duhet të kemi mite, idhuj, jo. Ato bëjnë pengesë për të vërtetën. Realiteti studiohet, shikohet në mes të njerëzve, duke lexuar libra, duke dëgjuar emisione, dhe ti je gjithje më shumë afër të vërtetës. Njerëzit janë kudo. Unë ju thash kam punuar me kryeministra, për pushtetarët e kohës kaluar i mendonin shumë të aftë të Zot, nuk ishte ashtu. Kryeministrat i kanë parë nga afër, njerëz të zakonshëm që përkushtoheshin, që jepnin nga koha e tyre me të mira dhe të këqijat e tyre. Pra mite nuk duhet të ketë. Njeriu duhet të ketë gjithnjë më shumë miqësi, të mbështetet në punën e vet dhe të kesh si thua kohë për të lexuar çdo ditë të jetës, të mos harrosh përparësitë që ke dhe që nuk duhet jenë vetëm të tuat. Duhet jenë përparësi të paktën të shumicës së njerëzve. Atyre duhet t'i kontribosh. Zonja Sajmira, falenderuese për pranimin e ftesës, kohën që na dhurove, kënaqësinë që na ke dhënë sonte, mesazhet që përcolle dhe gjithçka tjetër. Ishte shumë kënaqësi edhe për neve, zonja Sajmira, që ju pranuat që në podcastin tonë, Radio Sibilat e Veriut, të pranonin në intervistë, dhe të jeni pjesë e bukur e kësaj interviste, të përcjellni mesazhe, njohuritë tuaja, përvojat tuaja, dhe kjo na ka nderuar sigurisht edhe neve si radio dhe na bën të ndihemi mirë. Pra, ju faleminderit shumë nga zemra. Ju falenderoj shumë edhe unë. Jashtëzakonisht shumë ju falenderoj dhe nuk mund t'ja prishja ftesën Brendës. Shumë faleminderit. Po kënaqësi që ju njoha dhe juve. Faleminderit shumë. Kënaqësia e dyanshme ishte. Faleminderit shumë. Para se të përmbahemi, po lexojmë mesazhet të cilët miqtan i kanë dërguar. Po, gjithsesi.
Falenderojmë shpresa Zornaci Mbarsi, Dashamir Leka, urime zonja Sajmira, Fatmira Limani, urime suksese respektush në realizimin e programit, shpresa Fundër Gjergje, duar propitje, Fazimorina gjithashtu, Boreci Djeshkoza. Suksese për ju drejtues të Radio Sibila të Veriut, urime për emisionin dhe të ftuarën. Faleminderit Dora. Bejtullah Miftari, bravo, Sabaj Telezi, suksese, Mark Gjoka, bravo, dhe Fanin Dreka, congratulations. Shumë falenderit. Faleminderit. Falenderit miq që vërtet jeni me ne, edhe pse jo bëheni edhe burim frymëzimi. Megjithëse ne vonese kemi nxjerr njoftimin, por falenderojmë Nikol Rokun, Gusti, Falin Dreka, Pirokote, Eduard Kola, Mark Gjoka, Abdul Arifaj, Sabaj Telezi, Miranda Tociderti, John Gjokaj, Ndueteta, i Kastriot Korovesha, i Boris i Djeshkoza, Selvije Lamlari, Ariana Lile, Mihel Hasani, Gjovanin Përgjoka, Fatmira Limani, Albert Kuta, Dashamir Leka, Dot Gjeqe, Grita Muri, Monda, Ndo Filipaj, Teuta Bajraktari Cakaj, Fatmir Hoxha, John Kruja, Lesh Gjoka, Gzimajgera, Shpresa Zurnaci dhe Britanida Adibali. Faleminderit miq që keni ndjekë emisionin tonë, keni pëlqyer, keni dhënë komente, por do lexoj dhe mesazhet të cilat na e kanë ardhur në program. From Shqita, kam një pyetje që më intereson njëtë në këtë rast. Pyetja, sa janë avancuar programet për bashkëpunim shkollë familje, interes të nxënësve në Shqipëri sot? Faleminderit zonja Sajmira për përgjigjen që ke dhënë. Ardian Hosa, pasditje sa më të këndshme, si dhe vetë emrin që kjo ditë ka. Çdo sekondë saj me plot për plot rrezati, mirësie, në çdo copë të kësaj qoftë mbushur me plot e për plot melodi hareje, dhe jo vetëm, por me mbarësi. Faleminderit. Rënqeta, mua dha rasti që vitin e kaluar të vizitoj Tiranën për herë të parë dhe vizitova objektin parlamentit dhe pa biseduar me askan në vetëm duke studiuar ambienti, vërejta, përpos pavarësisë edhe mangësi drastike aty. Vazhdon, shumë faleminderit për përgjigjen zonja nderuar. Vazhdon sërish, zonja nderuar, shumë e vërtet probleme ka që të ndrej, por sa po punohet në drejtim të eliminimit të tyre dhe me çfarë metode dhe teknike, kanë vërejtur se Kosova kishte një shans të jashtëzakonshëm në tejkalimin të gjitha pengesave për klasa politike sa vjen e i fillon kriza që janë shumë të dëmshme për vendin. Më ka rastisur të jem mësimdhënës dhe udhëheqës i arsimit po ashtu në 4 shtete, si mendoni ku bazohet suksesi i një mësimdhënie në punën tuaj? Nuk gjithsesi ju përgëzoj për emisionin dhe ju përshëndes përzemërsisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë falenderoj të gjithë ju miq që keni komentuar, që keni përcjell mesazhe, që keni pyetur, që keni klikuar në programet tona dhe 447 vet që ne na e kanë ndjekur. Jeni vërtet për të vlerësuar, sepse jeni përkrahja jonë e gjallë. Shumë faleminderit. Faleminderit zonja Brenda. Besoj që nuk keni për të thënë më gjë tjetër, apo për të shtuar edhe diçka jo. Zonja Sajmira, ke diçka? Jo, faleminderit, doja të falenderoja të gjithë dëgjuesit tuaj, edhe do t'ju uroj që le të jetë më i madh. Gjithsesi numri brenda ditës hec dhe do të shkoj dëgjohen. Sigurisht zonja Sajmira, ju falenderojmë edhe juve për kohën që ndat me ne, për bashkëpunimin dhe mënyrën që ju prezantuat për ato përvojat tuaja për t'i transmetuar tek brezat e tjerë dhe sigurisht se këto janë të mirëseardhura për brezat e ri dhe për arsimin në përgjithësi, por edhe për çështje tjera që ju na folët gjatë këtij emisioni. Unë do u kërkoj edhe dëgjuesve tanë të falur sepse kishim ca probleme teknike këtu me që është çështja e interneti dhe sigurisht se krijon probleme, por shpresoj në mirë kuptim dhe shpresoj të jenë të tejkaluar më së miri. Dëgjues të nderuar, unë ju falenderoj edhe një herë për kohën që keni ndarë me ne dhe uroj një mbrëmje të këndshme për ju, uroj që këto përvoja ju shërbejnë edhe juve në jetën tuaj dhe në çështje të tjera të jetës. Faleminderit, një mbrëmje të bukur, natën e mirë. Faleminderit, natën e mirë.